Republika e Shqipërisë, e cila në kushtetutën e saj përcaktohet si një vend laik, ku shteti dhe politika janë të ndarë nga religionet, është një kom me 3 besime dhe 4 komunitete fetare. Ai musliman, ortodoks, katolik, dhe bektashian. Të gjitha institucionet dhe sistemi i arsimit janë tërësisht laike, qysh prej krijimit të shtetit shqiptar më 28 nëntor 1912. Për nga shtrirja gjeografike, religionet shqiptare ndërthuren në një rrjet gjeografik të pandashëm. Është gati e pamundur të gjesh një zonë të gjerë tërësisht të pastër. Komunitetet fetare këtu nuk përzihen në tolerancë vetëm brenda një qyteti, një rajoni apo lagjeje, por edhe brenda fisit me të njëjtin trashëgimi, madje brenda qindra familjeve që jetojnë nën të njëjtin Otoman në shekullin e 15 i shtoi asaj konvertimin e një pjesë të madhe të popullsisë në besimin musliman, përfshirë edhe variantin bektashian të fesë muslimane. Ndarja e kishës romane nga ajo bizantine aty rreth shekullit të 12 e pati kufirin e saj pothuajse mes për mes Shqipërisë dhe solli tjetërsimin e një pjese të madhe të katolikëve në ortodoks, nga që tashmë ishin në varësinë e kishës bizantine me qendër në Konstantinopol. Feja e pare shqiptarve, katolicizmi, e vjetër pothuajse sa ajo e Romës, ishte e vetmja në këtë vend prej gati 1000 vjet. Besimi fetar nuk është në kusht për të ndarë dhe për të mos kriju familje të shëndosha dhe të mira, si që është familje ime. Do të them dhe i gjithë vogël. Në familjen time ekziston unë me besim musliman, burri me besim ortodoks,
djali i vajzës, ne kemi bërë katolik. Kështu që tek familja jone qëndrojnë 3 fe me harmoni të plot me njëra tjetrën. Në rastin e Shqipërisë nuk mund të flitet për tolerancë, por do të duaj të flitej për konvergjencë, që do të thotë për një prerje të përbashkët të vlerave fetare, pavarësisht prej strukturës demofetare që ka populli shqiptar dhe që është e larmishme. Janë të shumt fermanët sultanor në arkimin qendror të shtetit që porosisnin administratën e tyre, kujdes me të krishterët dhe pronat e tyre. Madje nuk janë të rralla rastet kur ata u ngjitën në poste të larta deri në statusin e guvernatorit të ndonjë shteti në nënvarsinë e perandorisë turke. Ka një numër fermanësh të cilët kanë në përmbajtjen e tyre mbrojtjen e faltoreve të krishterëve, në fillim të pasurive të krishterëve të ritualit bizantin. Më vonë ndodh kjo dukuri në ferman në raport me të krishterët e ritualit roman. Me 28 nëntor 1912, ditën e shpalljes së pavarësisë së shtetit shqiptar, të 4 komunitetet ishin pjesëtar të qeverisë së parë. Ky ishte një akt i mençur sa fisnik, aq edhe patriotik, që i shëbeu unitetit të vendit dhe që krijoi një traditë që nuk u thye më kurrë. Më 1924, vendi me shumicë muslimane qeveriset nga Fannoli, peshkop ortodoks, një figurë e dashur dhe asnjëherë nuk u kontestua mbi paragjykime fetare as nga muslimanët dhe as nga katolikët. Një vit më vonë, presidenti i vendit është Ahmet Zogu, musliman dhe kryeministër një ortodoks. Feja vazhdoi të ishte e lirë dhe në një marrëdhënie tërësisht harmonike me shtetin laik. Në vitet 30 të shekullit të kaluar, Gjergj Fishta, kleriku kryesor i kishës katolike në qytetin e Shkodrës, e inauguron elektrifikimin e qytetit të tij me një akt të mrekullueshëm spektakolar. Ai lidh me një kordon të gjatë dritash elektrike kampanoren e kishës së madhe me minaren e xhamisë, të dyja të vendosura në qendër të qytetit. Formë tjetër e shprehjes tolerancës dhe të frymës së bashkëjetesës që kanë shqiptarët u treguan në sjelljen ndaj hebrejve. Shqipëria është i vetmi vend në botë ku nuk pati hebrejnë të dorëzuar. Dhe edhe kjo është një merit që nuk mund të ndahet midis popullit apo midis qeverive. Në fund të fundit hebrejt jetuan në familjet shqiptare, por listat nuk i kishin familjet shqiptare, listat i kishin qeverit që bashkëpunonin me ushtrit e huaja. Dhe ishin këto qeveri që nuk i dorëzuan listat. Ajo që mund të bënte shqiptari i zakonshëm në Berat, në Elbasan, në Kruj apo në një vend tjetër, ishte që të ndante kafshatën e gojës me një hebre dhe të mos e tregonte, të mos bëhej spion për të. Më 1944, fitoria e komunistëve shënon dhe fillimin e luftës kundër religioneve. Një makinë e tërë propagande sulmon dhe sajon prova se religionet shqiptare janë armiq të zhvillimit antikombëtar. Gjyqje spektakolare, arrestime dhe pushkatime. Më 1967, Shqipëria komuniste bën një nga aktet më të papara në historinë e njerëzimit, ndalon tërësisht fen. Një pseudo-revolucion shnjerzor i sajuar prej qeverisë si një nismë revolucionare e organizatave të rinisë komuniste nis në disa qytete kryesore të Shqipërisë. Nga mbledhjet dhe protestet e para, përparon deri në veprime konkrete e agresive kundër objekteve fetare. Ky revolucion i sajuar nga shteti mbështetet prej tij dhe arrin deri në një çmenduri kolektive që shoqërohet me plasje dinamiti që hedh në erë objekte me vlera shekullore.
Më 1990, me rënien e diktaturës komuniste, fillon ringjallja e praktikimit të besimit. Menjëherë në shumë qytete rihapen në kushte të vështira objektet e para modeste të kultit, të cilat mungojnë pothuajse tërësisht. Në Kavaj, një besimtar fton popullin të falë namazin në oborrin e një fabrike. Xhaku i saj adoptohet në një minare dhe që andej gjemon fjala e bardhë e Allahut që sjell paqe. Klerikët e mbijetuar rikthehen midis njerëzve. Fillimet janë tronditse. Në Shkodër një prift katolik i jep meshën e parë në një varrez publike dhe dal nga dal ushtrimi i fesë i kthehet normalitetit, njësoj si në vendet e tjera. Ka një realitet fetar në Shqipëri, të cilët mirësisht janë përgjigjur në mënyrë analoge dhe me përgjegjësi klerikët shqiptarë, që në periudhën e mesjetës ka libra me trajtesa teologjike të kishës romane, duke përfshirë libra për rregullat e arta të kishës, të cilët klerik ortodoks i kanë përkthyer për të dhënë besimtarëve të tyre, gjë që vështirë të ndodhte në një hapësirë tjetër. Kjo hapësirë është identifikuar me këtë vlerë, sikur se ka ndodhur dhe e kundërta. Harmonia dhe toleranca fetare kanë qenë dhe janë një nga atributet më të mëdha që bart me madhështinë e tij ky komb i përvojtur nga sfida të ndryshme. First, here in Albania, we don't speak only about tolerance. Domethënë këtu, sidomos në Shqipëri, ku ne nuk flasim thjesht vetëm për tolerancën. As it happens in many other countries of the world. Ashtu si kundërflitet në vende të tjera të botës. We are already in a higher level. Ne këtu ndodhemi në një nivel më të lartë. We speak about cooperation Ne flasim rreth bashkëpunimit and brotherly affection. dhe të dashurie vëllazërore. And this is a fact all these 13 years Dhe ky është një fakt after the coming of democracy Ky here. është një fakt që ka ndodhur rreth në gjithë ato 13 vjet pas ardhjes së demokracisë në vend. In many other countries they speak about dialogue of religions. Domethënë në vende të tjera flitet rreth konflikte të ndryshme që janë midis feve. We speak about, Për dialogun që është midis feve të ndryshme. we have the reality that we have a dialogue of life. Ne kemi një realitet që kemi një dialog jete. And we are together facing the new problems of the world. Dhe ne jemi së bashku këtu për të përballur me problemet e ndryshme që ka sot bota. Harmonia që është diçka me të vërtetë e veçantë në Shqipëri dhe që më gjithmonë më kujtohen ato fjalë të Atit Shenjtë, të cilat nuk ishin fjalë kështu rastit, retorik, por ishin domethënë një pranim, i asaj realitetit dhe një vlerësim i realitetit shqiptar. Këto pikërisht për sa i përket harmonisë fetare. Kur Ati Shenjtë thotë ju keni diçka të veçantë nga krejt rajoni, pra një rurje këte. Në shkrimi i deklaratës së përbashkët për angazhimin të mëtejshme moral, më jep mua si kryegjyshi botëror i Bektashive krenarin për solidaritetin, mirëkuptimin dhe tolerancën e krejt besimtarëve fetarë në Shqipëri. Nga ana tjetër, unë ju siguroj se komuniteti bektashian, ashtu si kundër deri më sot, do të jap kontributin e vet të madh për harmoninë fetare, për të mirë të popullit dhe të avërit tonë të dashur. Komuniteti musliman, komuniteti më i madh në Shqipëri, është i përshtatur më së miri me një shoqëri demokratike të standardeve europiane që është në zhvillim e sipër. Mjafton të vizitosh një nga shkollat e tij për ta kuptuar më së miri edhe kultivimin e harmonisë ndërfetare. Cili nga ju mund thot dy fjalë për njohuritë rreth fesë kristiane? Feja krishtere, ashtu si çdo fe tjetër në Shqipëri, ka unitetin e saj fetar këtu në vendin tonë, dhe edhe ato kanë bazat e tyre fetare, të cilët janë të bazuara në librat të cilët ju zbritën profetëve të tyre, të cilët përmenden edhe në librin e tyre, që është Bibla. Format e kultivimit të paqes e mirëkuptimit ndërfetar janë të shumëllojshme. Në këtë shkollë, ashtu si dhe në disa të tjera, edhe pse e ngritur prej komunitetit katolik,
Në të njëjtat banga ulen çdo ditë nxënës së besimit katolik, musliman dhe ortodoks. Shkolla është e hapur për të gjithë fëmijët e besimeve. Qëllimi i shkollës son Pjetër Meshkalla, drejtuar nga etrit jezuitëve, në ndjekin ish shkollës Kolegji Saverian, që jezuitë kanë drejtuar për para diktaturës, për 70 vjetë. Në 93 ne kemi rifillua shkollën tonë në emrin e atë Pjetër Meshkalla, në shkolla që gradualisht në këto vitet e fundit, sidomos nga 98, u dallua si në shkolla e bashkëjetesës e bashkëpunimi mes midis studentëve e feve të ndryshme. Jena dhe më thonë shumë rahat se arrim shumë mirë me kuptu njëri tjetrin edhe pse ka ndryshime në mjet feve. Megjithëse më thonë jena jetojmë në Shkodër dhe ka pak dallime në mjet feve, në kolegje unë domethënë ashtë në ka të thonë diçka thelbësore, thjesht komunikojmë shumë lirshëm në mjet feve. Asnjëherë nuk bëhen dallime. Edhe në qëse në fillim kena pas pak frikë, se mos nuk e gjatë, sa të është vërtetu që ke gjatë nuk nullë, as s'ka me nullë as njëherë. Kena arritë që të kemi një marrëdhënie tepër të mirë me shokë që janë atë feve të ndryshme, duke na bërë me fjalë që dallimet që ekzistojnë në qytetin tonë mes feve, në shkollën tonë të shuhen krejtësisht dhe arrijmë që të kemi një marrëdhënie tepër më të mirë me njëri tjetrin, duke njohur më tepër edhe fetë e tjera. Në një kodër të Laçit, qyteti i vogël në veri të Shqipërisë, ngrihet një vend që quhet Kisha Franceskane e Shënnout. Është një vend i famshëm prej shekujsh për vetitë e tij të shenjta. Ky është një vend shumë i mirë dhe unë nga se nuk i përkras e feje jam muslimane, e besoj këtë vend, se vim pas sy e dalin me sy. Unë normalisht i përkas fesë muslimane, por kam dëgjuar domethënë që në këtë vend bëhen goxha gjëra të mira dhe megjithëse është një kishë, domethënë që se si unë besoj. Unë shoqën e ngushtë kam si motër dhe kam muslimane. Komuniteti ortodoks i kishte të gjitha mundësitë që të shkollonte klerik jashtë vendit, por u mendua që të ngrihej një shkollë brenda truallit kombëtar, e cila do të përgatiste klerik të aftë për të depërtuar në psikologjinë e besimtarit shqiptar. Cilat janë shtyllat kryesore të Islamit, në të cilat ai mbështetet kryesisht. Këtu akademia jon bën një punë shumë të mirë për sa i përket njohjes së feve të tjera të botës dhe ato që janë tradicionale në Shqipëri. Këtu në shkollë, kjo feja e botës, lënda e feve të botës, na ndihmon që duke marrë informacion për këto fe, edhe ne fillojmë dhe i respektojmë. Të gjithë janë mbi të Perëndis, pa përjashtim, megjithëse ndoshta është një besim tjetër, por ne duhet ta duam atë. Edhe që ti je një krishter do të thotë që duhet të duash të gjithë, pavarësisht është musliman, katolik, protestant, çfarëdo lloji që ti. Ky fshat ka së paku 300 vjet që është kështu gjysma e krishter dhe gjysma musliman. Mjemra të përbashkët, besime të ndryshme. As që mund të mendohet ndonjë konflikt serioz për shkak të besimit. Harmoni e plot e paprishur asnjëherë. Të gjithë shkojnë në festat fetare të njëri tjetrit. Asnjëri nuk haron të urojë fqinjin e vet të besimit të ndryshëm, gëzuar festën e Pashkve, të Bajramit. Si riti Pashkve në fe katolike janë ajo ngjyrosja e vezëve. Edhe nuk janë vetëm fëmijët e katolikëve ata që shkojnë edhe festojnë Pashkë në familjet katolike, por është një turm e fëmijëve musliman që trokasin der në der edhe marrin ato vezë të kuqe si simbol i festës së Pashkve, ose noll edhe me fenë muslimane. Muslimant, që të paktën unë jam me fesë muslimane, për kas komunitetit musliman, ka një rit. Për Bajram, ndilet edhe trokitet der në der. Bashkë me fëmijët e muslimanëve, bashkojnë edhe fëmijët e katolikëve. Edhe të tham që kanë marrë të gjithë njëjtat karakteristika ose i din tonë ritet. Si fëmijët e katolikëve din ritet e muslimanëve, por ashtu edhe muslimanëve din ritet e katolikëve. Pra, është një bashkëtesë e mirë ndërmjet dy komuniteteve. Respekti për besimin e gjithë secilit ka hyrë në gjak tek shqiptari. Nëpërmjet kësaj, ai shpreh urtësinë bazë besimit tek Zoti. Të gjithë kemi të njëjtën origjinë dhe të njëjtin destinacion. Kjo na bashkon e na bën të kuptojmë më mirë dimensionin shpirtëror të një njeriu. Objektet më të hershme të kultit të Shqipërisë në kuptimin e plot të fjalës janë palimpseste, ku ka shtres mbi shtres. Në malin e Krujës ndodhet faltoria e Sari Salltëkut.
ata që kanë pas mundësi ta shikojnë këtë faltore, do të kenë vënë re me siguri që në katin e nëndeshëm ka një hapësirë që dikur ka funksionuar si manastir. Aty duken qartë edhe shkrimet në gjuhën greke, që ka qenë gjuha e liturgjisë dhe e artit kishtar dhe të manastireve. Kjo është edhe me kishën e Shën Shtefnit në kalan e Rozafës, e cila ka një shtresë kishe dhe një shtresë xhamie. Shqiptari do të jetë do e mos i prirur për tolerancë, sepse të trija feti ka brenda vetes. Edhe në jug, edhe në veri festohen ditët e maleve të mëdhenj. Çajupi ishte i krishterë dhe i drejtohej Tomorit, baba Tomori, madje edhe librin e tij kështu e quajti. Prej sheku i ky mal konsiderohet si froni ku rri vetë Zoti. Është një vend i shenjtë, i hyjnizuar në folklorin e popullit, në legjenda e përralla, si dhe në letërsinë e shumë poetëve të shquar të Shqipërisë. Sipër në maj është një teqje bektashiane. Ditën e fesës këtu ka së paku 20.000 vetë. Vinë shqiptar katolik, ortodoks, musliman, nga Kosova e Shkodra, Malizi, nga Shkupi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Greqia, Gjermania e deri nga Australia. Është një ditë e madhe, sepse për shqiptarët, për qindra vjetësh, Tomori është vetë vendi i shenjtë i Zotit. Nga viti në vit festa po merr për masat e një feste madhështore. Një tjetër tregues se prekupimi kryesor i shqiptarit është venerimi ndaj Perëndis me çdo mjet e në çdo besim monoteist. Një shembull i jashtëzakonshëm i harmonisë ndërfetare u demonstrua gjatë krizës së Kosovës. Mbi 600.000 vetë, të detyruar nga genocidi i regjimit serb të Miloševićit, u derdhën me fëmijë mbi supet drejt Shqipërisë. Shqipëria ndjeu dhimbje deri në Kosk për vëllezërit e saj të një gjuhe e të një gjaku dhe vërshoi e gjitha drejt tyre duke i strehuar në shtëpi me sakrifisa të papara. Komunitetet fetare hapën dyert e tyre dhe u kthyen në shtëpitë e mëdha të Zotit. Ndihma e tyre që e madhe. Të pyesja ato ditë se të cilit besimi ishin këta njerëz, ishte një gjë që nuk mund t'i kalonte në tru asnjë njeriu normal. Gazetarë nga gjithë planeti e përsollën këtë harmoni me një admirim të thellë, duke i treguar botës një shembull të shkëlqyer dashurie e mirëkuptimit të kohëve të ftohta moderne. Një punë të çmuar bën Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID me projektin e tij për përsosjen e vlerave ekzistuese të harmonisë fetare në Shqipëri nëpërmjet programit të zbatuar në World Learning, organizatë jo qeveritare amerikane. Me iniciativën e tij u zhvillua seminari për zgjidhjen e konflikteve të mundshme që mund të lindin në jetën e përditshme. Seminaret, projektet komunitare ndërfetare, por sidomos kampi veror studimor ndërfetar, ku morën pjesë rreth 130 të rinj, besimtar nga fete ndryshme shërben për të kultivuar koncepte bashkëkohore të dialogut ndërfetar. Shqipëria është një shembull tepër frymëzues në këtë drejtim. Brezat e rinj të besimtarëve kanë për detyrë të ruajnë autenticitetin e feve të tyre dhe mbi këtë bazë të zhvillojnë një marrëdhënie reciproke të mbushur me paqe e mirëkuptim. Është e domosdoshme të evidentohen vlerat e pazëndësueshme të harmonisë ndërfetare shqiptare. Ato duhet të pasurohen mëtej në kushtet e një shoqërie demokratike moderne dhe të paraqiten të përgjithësuara para opinionit publik kombëtar e ndërkombëtar. Bota duhet të ndjejë më fuqishëm vlerën e madhe të kësaj çerdheje harmonie ndërfetare në Ballkan. E gjithë kjo harmoni fetare mbahet në këmbë fal tolerancës së popullit, por ajo ushqehet e thellohet edhe nga puna e madhe e komuniteteve fetare dhe udhëheqësve të tyre të lartë. Por
ka edhe kontributet e tjera të cilat ndihmojnë në evidentimin e vlerave të harmonisë ndërfetare. Fryma e aktiviteteve të tilla e jep jehonën edhe më gjerë në rajone problematike ku ringjallet i zvetnuar zakoni i gjakmarrjes. 5.000 burra mblidhen në Malsinë e Madhe dhe krijojnë një beslidhje të krahinës për të luftuar plagën shekullore, duke modifikuar kanunin e lek dukagjinit që ende gjen jehonën e vet në këto treva. Dhe nuk është e rastishme se burrat e mençur nga hoti e mbar Malësia, intelektualët e shuar të treves, edukatorët e brezave, përfaqësuesit e komuniteteve fetare dhe klerik të respektuar, kanë vendosur që aktin e madh të beslidhjes ta nënshkruajnë pikërisht këtu me këtë ditë fatlume. Në balë të këtij tubimi ishin klerikët e besimeve të ndryshme fetare. Harmonia fetare është një proces, është një dukuri që nuk e krijuam neve kryesisht, por e gjetëm se ate kishin krijuar brezat tonë përpara, stërgjyshrit dhe gjyshrit tanë. Dhe detyra jonë kryesore dhe imediate është që ne atë ta zhvillojmë akoma më tej dhe ta ruajmë. But I think that here we must also have another effort to respect and accept not only the people that they believe, but also those who they don't belong to any religious community, to overcome any aspect of violence and to work for social justice, for social peace, for social brotherhood. Jemi sikom, pa marrë parasysh përkatësinë fetare, jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin. Sipas një studimi të pjesshëm nën kujdesin e World Learning, në kuadrin e projektit Ruajtja e harmonisë fetare në Shqipëri, zbulohen të dhëna interesante në këtë drejtim. Edhe pse me një traditë shekullore të konsoliduar të tolerancës ndërfetare, sigurisht që problemet nuk mungojnë, edhe pse janë të shkëputura dhe jo dramatike. Kur në një fshat të Elbasanit u ngrit një kryqanës rrugës, komuniteti musliman e zgjidhi konfliktin nëpërmjet dialogut. Kanë kaluar gjithë rrugën ligjore nga vendimi i Këshillit Komunës në Këshillin e Rregullimit Territorit Komunës. Pra, mas asaj, më zonës leja është zbatuar vendimi. Megjithse rastet janë të shkëputura dhe lokale, kjo nuk do të thosë se komunitetet fetare dhe tërë shoqëria shqiptare të mos jetë e kujdesshme duke rritur komunikimin e ndërsjellë të tyre. Ndihet aktuale domosdoshmëria për forcimin e pandërprerë të dialogut ndërfetar në të gjitha nivelet si një mjet për të kultivuar harmoninë ndërfetare ndër breza. Harmonia e sotme ndikon në përsosjen e dialogut ndërfetar. E vlen të përmendet shembulli i muftiu të Durrësit Mustafa Varoshi, i cili para 50 vitesh kur ndodhi një keqkuptim ndërmjet komuniteteve muslimane, katolike dhe ortodokse, dolën në qendër të qytetit dhe bën një udhtim duke bërë një pamje të gjithë besimtarëve që ne shkojmë, kemi harmoni, kemi mirëkuptim me njëri tjetrin dhe si shenjë respekti edhe vetë prifti ortodoks kur ndërtua kisha tek vila e Zogut lart, gujin e parë e ka vendosur vetë muftiu i Durrësit Mustafa Varoshi në shenjë respekti dhe harmonie. Realiteti shqiptar edhe në periudhën më të re ka mundur të dëshmoj se provokimet e vogla që kanë ardhur, sidomos prej klerikësh të formuar në shkolla jashtë Shqipërisë, për fat keq shkollat fetare në Shqipëri janë shumë të kufizuara dhe është shumë shpejt për të folur për klerik të formuar brenda vendit. Ky realitet pra e ka përballuar. Nuk kanë qenë një sfidë për të. Programimi dhe kryerja e aktiviteteve të përbashkëta të titullarëve të feve në drejtim të rritjes së mëtejshme të frymës së bashkëpunimit me nivel kombëtar, por edhe rajonal, e më gjerë i jep një mbështetje të madhe dialogut ndërfetar në shtresat e popullsisë. Ai fiton kështu dimensione më reale në kontekstin e ndërtimit të një shoqërie demokratike që në Shqipëri është e re dhe në proces konsolidimi. Nuk është rastësi që nga një vend kaq i vogël vjen prej origjine dhe gjaku një shenjtore e madhe si Nën Tereza, një simbol madhështor i pavdekshëm në shkallë botërore, humanizmi dhe përkushtimi ndaj